Përshëndetje të nderuar miq, simpatizant, antar të Partisë Socialdemokrate dhe qytetar. Neve nisim këtë podcast në mes jush për të treguar që edhe ne jemi njerëz si ju, jemi njerëz që vuajmë të njëjtat halle, kemi të njëjtat probleme në këtë realitet që e ndajmë të gjithë së bashku. Por duam me këtë podcast të flasim qetë, të flasim kthjellët, ndryshe nga ato tonet e vrullshme, nga zhurma që rrethon një fushatë elektorale. Ky është këndi jon për të folur, këndi jon për të ndarë alternativën tonë, për të shpalosur idetë tona, programin, kandidatët që kemi, për të treguar historikun tonë, për të treguar pra atë që është thelbi i socialdemokracisë. Sot kemi të ftuar një person shumë të veçantë, zotin Engjëll Bejtaj, i cili do na flas më shumë dhe do na tregojë se si është lidhja midis të shkuarës dhe të tashmes së Partisë Socialdemokrate. Për më tepër, do ja lë fjalën zotit Bejtaj. Zoti Bejtaj, faleminderit që keni ardhur në këtë podcast dhe që e çelni në episodin e parë që ne po realizojmë. Është kënaqësi edhe për mua të jem të mjedis dhe të komunikoj përveç se me njerëzit që vazhdimisht jemi afër dhe me ata që kanë një distancë fizike. Një pyetje të parë kisha, kush është Engjëll Bejtaj? Kur kalon të 70-tat, është mirë që të bëhet një bilans. Me që është rasti, edhe duke bërë këtë bilans, si thash, padyshim që do mund të sqarojmë dhe gjithë shikuesit kush është, çfarë përfaqësoj unë individualisht, edhe domosdo që edhe është komponentin sa profesional aq edhe politik të personit tim. Pas 6 vitesh studim në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, u diplomova mjek në 80 dhe fillimisht kam kontribuar për më shumë se 2 vjet në një zonë rurale të rrethit Fierit atëherë. Ku saktësisht? Bëhet fjalë për vitet 81-83 në një qendër shëndetësore që i përkiste Këshillit Bashkuar të Kutës. Kutës. Në 3 fshatra, Kutë, Çorull, Drizar. Është në Mallakastër, po. Atëherë ishte pjesë e Fierit nga pikpamja administrative, sa sot janë të ndarë. Pra punova për 2 vjet e sa atje dhe mendoj që ishte një eksperiencë pozitive për të njohur nga afër jo vetëm jetën e qytetit që kishim njohur deri atëherë, por edhe vështirësitë e një jete tjetër në distancë nga qyteti, por edhe në pikpamje edhe të nivelit material dhe të mundësive jetë paksa me më shumë probleme. Më tepër një mjek do të duhet të di sakt se kush janë vështirësitë e atij komuniteti, dhe sidomos mjeku duhet të di se çfarë vështirësi do ketë një mjek i ri, sepse sot është më e lehtë të gjykohet, se gjithmonë flasim në retrospektiv për atë periudhë, dhe qenia në distancë dhe në kushtet të një vështirësie për të zgjidhur problemet, të përgatit dhe të ndihmon të të bërë një karrierë të suksesshme profesionale. Mbas 2 vjet e gjysmë gati në qendër, siç thash, në Kut, mu ofrua të vazhdoja profesionin si kirurg dhe u përfshiva në jetën e kirurgjisë në spitalin e atëhershëm, spitali numër 2 quhej, spitali kirurgjikal, ku kalova 3 vjet dhe mbas 3 viteve
të përgatitjes si kirurg, fillova punën në Fier, në Spitalin Civil të Fierit në tetor të vitit 86. Punë të cilën e kisha, domethënë, me shumë pasion, me duke pranuar gjithë sakrificat që duhej bërë në atë periudhë dhe në këtë profesion të ri, në këtë specialitet të ri, por mendoj se heca paksa më shpejt nga ç'kisha menduar, mbas më pak se 3 viteve aktivitet ose punë në shërbimin kirurgjikal të spitalit, u ngarkova me detyrën e drejtuesit të kirurgjisë të Spitalit Fierit. Ishte moshë relativisht e re për të marrë këtë ngarkesë, por më mirë që isha i ri, se ndryshe po të isha një moshë më të madhe nuk do ta pranoja. Qartë. Pra ju Do të refuzoja të merrja përgjegjësi, por i riu më guxon më shumë. e qartë. Pra ju keni patur një karrierë profesionale shumë të mirë. Dhe unë doja t'ju pyesja, në fakt ndoshta për interesin edhe të atyre që na ndjekin. Po momenti i futjes në politikë, cili ka qenë? Çfarë ju motivoi të hynit në politikë? Pra një njeri që patur një karrierë të suksesshme, ka ndjekur ato etapat, i ka bërë shpejt, siç po e thoni edhe vetë, një moshë relativisht të re. Si hyet në politikë? Shpesh e pyes veten nëse ishte vendimi i drejtë që në një farë mënyre përveç profesionit u përfshiva edhe në politikë. Gjithsesi, s'kam mundur dot të jap një përgjigje të saktë, të prerë, sepse dikur mendoja që nuk mund të kishte tjetër gjë për mua përveç profesionit kirurgut. E qenit i suksesshëm në profesion të krijon edhe disa mundësi të tjera, mbasi shoqëria përgjithsisht beson tek ata të cilët kanë dhënë prova. Dhe mendoj se kjo ishte arsye e parë që Partia Socialdemokrate që ishte duke u formuar, më bëri një thirrje për t'u përfshirë në radhët e saj. Nuk kisha qenë s'kisha asnjë eksperiencë të mëparshme politike, pra nuk kam qenë antar i Partisë së Punës. Dhe thënë drejtën, kam pas hezitime, por gjithsesi duke parë vrrullin e lëvizjeve të asaj periudhe, ishte e vështirë të qëndroje me janë. Pra, çdo njeri duhet jap një kontribut, jo vetëm në planin profesional, por dhe në një plan tjetër, që politika deri atëherë ishte një aktivitet që nuk mund ta bënin të gjithë. Pra, ata që përfshiheshin në politikë para viteve 90 ishin individ të cilët domosdo pëlqeheshin nga drejtuesit e kohës, dhe kjo domethënë nuk ishte për këdo. Megjithatë, duke gjykuar se vendi kishte nevojë, shoqëria kishte nevojë, edhe unë nuk u shmanga nga ajo tendencë që kishte që mbizotronte në atë periudhë. I dhash mbështetjen Partisë Socialdemokrate në fillimet e saj, kam qenë një nga firmtarët. Dhe padyshim që edhe pse kam pas ato hezitimet për të dhënë përgjigjen që a ishte mirë apo jo, përsëri them që bëra mirë që u përfshiva, jo vetëm në aspektin e mundësisë për të kontribuar, por edhe për të ndryshuar edhe veten, për të bërë përveç se një profesionist, edhe një njeri më i nevojshëm dhe më kontribues për shoqërinë. Okej, ju keni patur një karrierë gjithashtu, pra edhe politike, cila ka
kulmuar me zgjedhjen deputet apo ka edhe ndonjë kulm tjetër që duhet ta dim? Unë kam garuar për herë të parë për në parlament në zgjedhjet e majit të 96. Që ishin goxha të kontestuara apo jo? Padyshim ishin zgjedhje shumë të kontestuara. Absolutisht, domethënë vetëm emrin kishin zgjedhje sepse nuk mund të ishin të tilla. Në atë kohë, mbas një aktiviteti një bashkëpunimi të kahershëm midis partisë pas vitit 94, kur Partia Socialdemokrate doli nga koalicioni që kishte me Partinë Demokratike. Për shkak të referendumit? Referendumi e finalizoi ndarjen midis nesh. Por kontradiktat kishin filluar herët. Dhe referendumi për kushtetutën e shumë diskutueshme, thotë që i vuri vulën edhe Partia Socialdemokrate, domethënë braktisi koalicionin, dhe mbas vitit 94 u afruan politikisht me Partinë Socialiste. Ne ndërkohë ishim antar të Internacionales Socialiste, Partia Socialdemokrate, dhe në ato vite në vitin 96 ne u bëm garant pranë Internacionales për përfshirjen edhe të Partisë Socialiste si antare kandidate në Internacionales Socialiste. Praktika ishte e tillë që nëse një parti është antare Internacionale Socialiste dhe nëse një parti e dytë nga i njëjti vend do të kërkonte të bëjë antare, do duhej që të jepej mbështetja nga partia që tashmë ishte antare. Nga i njëjti vend apo nga e njëjta familje politike? Nga i njëjti vend. Jo nga e njëjta familje politike, për shembull, nëse do kishit dalë, po themi, pra juve si përfaqësues, pra si i Partisë Socialdemokrate në atë kohë, garant po themi që një parti tjetër jo shumë afër ideologjikisht me Partinë Socialdemokrate të bëj pjesë e Internacionale Socialiste, a do vlente kjo mbështetje? Në qoftë se ajo parti do ishte një parti që e kishte aktivitetin në Republikën e Shqipërisë, ishte e domosdoshme. Pra, ne në këtë rast garancia kishte nënkuptonte sigurinë që partia në fjalë që pretendonte të bëjë antare e meritonte këtë gjë dhe kuptohet kishte të gjithë bazën politike statutore që mund të bëjë pjesë e Internacionale Socialiste. Sepse kuptohet, siç është edhe aktualisht Internacionale Socialiste si forum i partive majta, ekziston edhe domethënë një bashkim i partive të djathta, kështu që Partitë Popullore. Janë partitë popullore dhe shumë formacione të tilla. Kështu që kjo bëri që ne të ndodheshim shumë më afër me Partinë Socialiste në atë periudhë dhe aq sa filluam të bënim dhe planet përbashkëta për zgjedhjet. Dhe në zgjedhjet e 96-s ne kishim koalicion me Partinë Socialiste, ku Partisë Socialdemokrate ju lanë 5 zona të lira në garë elektorale, ku Partia Socialiste mbështeste Partinë Socialdemokrate dhe ne mbështesnim Partinë Socialiste në të gjithë zonat e tjera elektorale. Atëherë ligji ka qenë majoritar me korektim proporcional. Për këto më fal, këto ishin zgjedhje ku ju nuk u zgjodhët deputet apo jo? Këto ishin zgjedhje ku rezultati im ishte afërsisht 80%. Dhe ai padyshim që mund të pranohej dot nga ata që administronin zgjedhjet atëherë, por gjithsesi, pra
në një nga ato 5 zonat e lira të pjesë e koalicionit, në Fier isha unë kandidat, domethënë i mbështetur nga Partia Socialiste. Domosdoshmë, të gjithë e dim historinë që të mos i kushtojmë shumë rëndësi asaj periudhe, atyre zgjedhjeve, dhe në zgjedhjet e 97-s unë garova përsëri, duke qenë se edhe rezultati një viti më parë ishte inkurajues. Në zgjedhjet e 97-s Partia Social-Demokrate kishte 14 zona të lira për të ku kandidat ose në 14 zona nga 100 kandidatët ishin të Partisë Social-Demokrate dhe ne mbështesnim Partinë Socialiste në gjithë zonat e tjera, pra në 86 zonat e tjera. Dhe një nga këto zona përsëri ishte në Fier dhe kandidati ishte unë. Në ato zgjedhjet e 97-s, Partia Social-Demokrate fitoi 10 nga 14, në 10 prej tyre fitoi Partia Social-Demokrate dhe ne patëm grupin më të madh parlamentar që vazhdoi të ishte grupi më i madh derisa ose deri në ditën e sotme. Deri në ditën e sotme. Po, kjo është e vërtet dhe kjo është një gjë që duhet ta dinë në fakt edhe gjithë ata që na ndjekin. Futja në parlament ishte është një prej kulmeve, se nuk mund të them ishte i vetmi, ajo po ta shprehësh në mënyrë grafike ka disa kulme, por që futja në parlament ishte një sukses edhe në planin personal, edhe në planin, domethënë politik si pjesë e Partisë Social-Demokrate që isha. Kuptohet që të jemi të sinqert, nuk ishim aq të përgatitur nga pikpamja e domethënë formatimit si parlamentar, por ishte parlamenti në vetvete është një shkollë. Ai që do të studiojë në atë shkollë e ka të gjithë mundësinë. Po mirë, le të rrim në parlament. Pra juve shkuat në parlament me një grup prej 10 deputetësh. Ju vetë personalisht, mbani mend ndonjë episod nga jeta parlamentare i cili ju ka mbetur në mendje, ndonjë, nuk e di domethënë, reagim, qëndrim që ka qenë vërtet i fortë, që ka lënë gjurmë në jetën parlamentare, që kujtoni ende sot, si një moment, po them unë, pikant. Padyshim që jeta parlamentare ishte një lloj tjetër për një deputet të ri, rishtës. Domethënë ndjesia e parë që më kujtohet është që më mungonte ajo tërheqja nga bluza që domethënë pacientët apo familjarë shpesh i bënin mjekut për ta pyetur për diçka dhe kur ndjeva që s'më të riqin, thash po unë shtua këtu. Gradualisht u mësuam, ka qenë një domethënë një jetë parlamentare me shumë trazime, mbasi agresiviteti i atyre që kishin humbur pushtetin ishte tejet, ishte domethënë i paimagjinueshëm, pra parlamenti pati dhe ngjarje të rënda, ishte plagosja e Azemajdarit, që ishte një aksident, por u paraprin ose pati shumë konflikte, cilat përgjithsisht krahu i djathtë përpiqej t'i zgjidhte dhunshëm. Pra, shifjen në sallën e parlamentit 2 njerëz që zihen me grushta. Kishin bërë vaki, s'kishin parë se mund të ndodhte. Gradualisht u mësuam, po dhe pala tjetër kuptoj që kishte humbur pushtetin dhe filloi dhe ushtrua. Një ngjarje që më la, ose që edhe sot e kësaj dite mbaj mend, është ai tentativa për grusht shteti në 98-ën, kur salla e parlamentit u shkatrua dhe ne kemi vazhduar aktivitetin në një sallë të dytë pranë kryesisë së kuvendit
Dhe domosdo ishin ngjarje të cilat turbullonin çdo qytetar dhe qytetarin më smundi pa le, domethënë një deputet që shifte se si degeneron pushteti nëse motivi për të qenë në pushtet nuk është motiv i shëndetshëm, pra nuk mendon për shoqërinë, po mendon për veten dhe për një grup të vogël. Gjithsesi, unë në parlament kam qenë gjatë 3 mandateve. Në mandatin e dytë, që është 2001-2005, një moment që mund të ta përmend është fakti që në qeverinë e fundit me kryeministër Fatosnanën unë isha ministër. Isha ministër i punës dhe i çështjeve sociale. Një ministri që na bën nder sepse si socialdemokrat Një ministri që na shkon për shtat apo jo. Që të duket sikur ishte bërë enkas për Partinë Socialdemokrate. Gjithsesi, domosdo që çdo ministër shkon atje me shumë objektiva, me shumë ëndra, me shumë ambicie, por dikur kupton që nuk mund të bësh dot politika personale. Por unë mund të them që gjatë asaj periudhe ne kishim pas edhe ministri të tjera në qeveritë e mëparshme, por u përfaqësuam ose arritëm që të bëjmë të ndihej zëri social-demokrat, jo vetëm brenda në kabinetet e ministrisë apo të kryeministrisë, por edhe me shumë më gjerë. Pra, treguam që ishim të zotët, jo vetëm të flistim, të bënim teori, por edhe praktikisht ne krijuam shumë praktika të cilat deri atëherë nuk ishin ishin të reja. Siç mund të ishte, për shembull, mbaj mend projektet për përfshirjen në punë të atyre që trajtoheshin me ndihmë ekonomike. Ishte fillimet atëre në fillimet e para të këtyre, domethënë, projekteve u bën gjatë kohës që unë kam qenë ministër. Okej, desha t'ju pyes për liderin e atëhershëm të Partisë Socialdemokrate, zotin Skënder Gjinushi. Ju keni qenë pranë tij, keni qenë fundi edhe ministër, apo jo? Dhe me siguri e keni njohur mjaft mirë apo jo? Nëse mund të na thoni një pikë të fortë, ndoshta pikën më të fortë që ka pasur zoti Gjinushi, ju e keni shquar, si politikan, do themi. Gjinushi është një figurë e njohur, edhe tashmë që ai ka dalë nga politika, vazhdon të ketë është një emër që nuk ka nevojë për t'i bërë prezantim. Pra, Gjinushi ishte një kapacitet edhe në pikpamje akademike, ishte një matematicien, domethënë i njohur dhe i afirmuar në rrethet shkencore. Dhe ndërkohë ishte që në vitet e fundit të shtetit të atëhershëm, para viteve 90, ishte i angazhuar në pozicion e ministrit të arsimit, kështu që ishte një kapacitet edhe nga pikpamja e aftësive organizative. I tillë ishte edhe gjatë kohës që u muar me organizimin dhe me themelimin dhe me vendosjen, domethënë, në skenën politike të Partisë Socialdemokrate. Njëri me aftësi organizative spikatura dhe padyshim që ishte pjesa ose ishte kontributi i tij në radh parë që Partia Socialdemokrate arriti
ato rezultate që tashmë dihen, njihen nga të gjithë. Padyshim që këtu nuk mund të absolutizohet roli i tij, por sepse Partia Socialdemokrate ka pas në radhë të veta individ shumë të spikatur, të cilët ishin përveç se profesionistë të suksesshëm, e treguan veten dhe si politikanë të denj. Mund të përmend Axhi Alikon, që ishte një ish rektor i Universitetit të Kamzës, që ishte deputet në 2 mandate, Pascal Milo, që historian, edhe politikan i suksesshëm, ministri i jashtëm. Kuptohet që mund të përmendim edhe shumë të tjerë, por që do të them që ajo trupa drejtuese e Partisë Socialdemokrate ka qenë goxha e pasur me individ të spikatur në fusha të ndryshme. Okej, pra juve thoni që Gjinushi ishte një organizator shumë i mirë. organizimi. Pika kryesore ishte organizimi, edhe dyshim kishte një aftësi parashikuese të spikatur për të parashikuar si do të ishin zhvillimet politike. Kjo e bënte që të ishte një këshillues i mirë edhe për Partinë Socialiste, që ishte një parti nga pikpamja e dimensionit politik dhe elektoral ishte më e madhe se ne, kështu që ishte njeri që pra Gjinushi kontriboi shumë për të majtën shqiptare. Tani, mua shpesh më thonë që politika është ose matematikë ose kimi, ose është të dyja xhanëm. Dhe nuk e di pse kam përshtypjen që mënyra se si e përshkruat zotin Gjinushi, pra në pikën e tij më të fortë, duket sikur ai e ka konceptuar gjithmonë politikën si një lloj matematike, pra mësparja në këtë kuptim. Pra ku ka lëvizje, ka përllogaritë që duhen bërë, ka faktorë që duhen marrë në konsiderat dhe duhet manovruar me ato burime dhe faktorët që janë në lojë, pra apo jo. Padyshim që ndoshta ne s'kemi pas shumë matematikan të spikatur si politikan. Dhe por Gjinushin edhe mund ta ketë ndihmuar fakti që ishte matematikan, por kjo nuk mendoj se politika është arti i të mundurës, i asaj që mund të bëhet, mund të realizohet. Këtë nga këndvështrimi im thotë që disa mund të jenë të avantazhuar për shkak të profesioneve, por gjithsesi është një politikan të jetë i suksesshëm, ka nevojë për të qenë një njeri i denj në shoqëri, për të qenë një individ i cili i vë objektiv vetes për të ndihmuar të tjerët. Nëse të mungon kjo cilësi, nëse të mungon kjo gatishmëri, s'mund të jesh kur politikan i mirë për një kohë të gjatë. Kuptoj. Tani, ju keni njohur dhe njihni dhe keni bashkëpunuar dhe bashkëpunoni edhe me liderin aktual të Partisë Socialdemokrate, zotin Tom Doshi. Nuk e di nëse e njihni aq mirë sa që keni njohur zotin Gjinushi, por unë më duhet t'ju pyes, pra çfarë keni vënë re te zoti Doshi si pika më e fortë e tij? Ndoshta unë ju dhash një lloj, nuk e di, është ndoshta gjykimi im edhe një lloj para gjykimi im, pra që a mos është në anën kimike zoti Doshi dhe jo matematikore aq shumë? Pra mos e shikon më shumë si kimi politikën? Domosdoshmë që me Gjinushin kam bërë një rrugë më të gjatë nga sa kam me zotin Doshi. Dhe nëse preha me hollësi për Gjinushin, kjo vjen edhe për shkak të, si thua, të nostalgjisë për ato vite, është krejt normale. Padyshim që fakti që vazhdoj të jem pjesë e Partisë Socialdemokrate është, si thua, një vlerësim i veçantë edhe për zotin Doshi. Nëse nuk
nuk do isha, domethënë, nuk do ta vlerësoja pozitivisht, fare mirë mund të mos isha këtu. Mos vazhdoja të isha. Qartë, por Zoti Doshi ka disa cilësi, pika e pra fortë. është çike vështirë të krahasosh dy individ që vinë nga botë të ndryshme, vinë nga formime të ndryshme, por domosdoshmë që ajo që i bashkon të dy është fakti që janë politikanë, kanë qenë drejtues Partisë Socialdemokrate, kryetar. Pra zoti Doshi ka disa cilësi të lindura, të cilat pa dyshim duhet i kesh për të qenë i suksesshëm në politikë. A mund t'i thoni Në më pikpamje, qartë? domethënë ajo që e pëlqej së pari është fakti i të qenit shumë njerëzor në marrëdhënie. Pra është, e thash dhe më parë që nuk mund të jesh i suksesshëm politik nëse nuk je një njeri i mirë. Zoti Doshi e ka këtë cilësi. Përveç faktit që ka një memorie e cila e ndihmon shumë në ndërtimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve me individ të ndryshëm. Shpesh njerëzit mund të keq interpretojnë një harresë dhe me sa duket zoti Doshi e ka kuptuar këtë dhe ai shumë i vëmendshëm në marrëdhëniet. Pra shumë nuk mund se s'ka një fjalë të vetme që mund ta përmbledhë këtë. Dhe ajo që e karakterizon në mënyrë të dukshme është të qenit fisnik. Është fisnik, është pra për zotin Doshi nuk shprehemi vetëm ne që jemi afër me të, pra për zotin Doshi janë të gatshëm dhe janë në gjendje të flasin dhe individ të cilët nuk janë pjesë e partisë. Sepse e ka bërë të qenit fisnik, e ka bërë, ja ka dhënë këtë mundësi. Dhe ajo që më duhet të pranoj është që ka një energji të nganjëherë, domethënë, çuditem ku burojnë gjithë ajo energji. Pra është i palosshëm në këtë aktivitet. Ka natyralisht ka aftësinë për të kuptuar zhvillimet politike. Dhe kjo e ka bërë që të jetë i suksesshëm, përveç faktit që numri i atyre që besojnë tek ai është gjithmonë në rritje. Pra një politikan kur shton mbështetësit, padyshim që është një politikan i suksesshëm, është një njeri i besuar, i besueshëm edhe për një midis të gjerë. Pra zoti Doshi i ka cilësitë për të qenë një politikan, jo thjesht një nga ata që dhën një vend, një karige në parlament, po një politikan me peshë. Dhe më vjen mirë që është, si thua, është në pozicionin e drejtuesit, sepse ka qenë faktori që e ka rigjallëruar Partinë Socialdemokrate. Vetë historia e partisë e ka treguar këtë punë. Pra ne ishim për 3 domethënë legjislatura, nuk ishim në parlament. Dhe vetëm përfshirja e zotit Doshi në Partinë Socialdemokrate e riktheu këtë parti në parlament, e rigjallëroi dhe është duke e kthyer në një faktor politik. Për këtë desha t'ju pyes më shumë tani. Pra, kur ju shikoni Partinë Socialdemokrate sot, u them, jo vetëm zoti Doshi, po edhe njerëzit e tjerë që kontribuojnë këtu, dhe elementet e tjera sigurisht që ka një parti. Si mund ta krahasoni pra me partinë e dikurshme që drejtonte zoti Gjinushi? Pra si e shikoni sot? A gjeni ngjashmëri? A gjeni vijimsi? Po ju duket një parti e ndryshme nga ajo e kaluar? Po. Padyshim që ngjashmëri ka. Siç ka dhe ndryshim. Siç ka dhe element të cilët domethënë nuk kanë qenë prezent në partinë e dikurshme socialdemokrate.
por kuptohet që ato që e bashkojnë partinë e para vitit 2017, se ai 2017 ka qenë momenti i përfshirjes së zotit Doshi Po. në Partinë Socialdemokrate. Dhe ne morëm një mandat, pra si parti apo jo. Pikërisht. Ishte mandati Pikërisht, që mori ai u vetë. rikthye në parlament Partia Po, Socialdemokrate. Domosdoshmë që të përpiqesh t'i krahasosh nuk është gjithmonë gjëja e duhur. Sepse janë dy realitete të ndryshme, edhe politike, po edhe shoqërore. Pra nuk mund të problemet në vitet 97 apo edhe para 97-s me deri në vitet 2005 kur Emajta ishte në pushtet, ishin të tjera. Ndërsa në periudhën pas vitit 2017, thotë se Shqipëria ka një tjetër pamje, ka një tjetër, domethënë, preokupacion, pra nuk është më në nevojën për të pasur qytetarët bukë për të ngrënë, po bëhet fjalë për të plotësuar ca kushte për të bërë të denjë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, pra. Dhe ashtu siç thash, është e vështirë nuk mund të ngjajnë si dy duar që u thiten me njëra tjetrën, por misioni socialdemokrat është prezent sot në Partinë Socialdemokrate. Kjo është e rëndësishme. Pastaj mënyra se si organizohet, mbase Partia Socialdemokrate në vitet që un kam pas aktivitetin më të madh, ishte më statutore, pra ishte më formale. Ndërsa sot gjërat lëvizin paksa më herët, më shpejt, më fal, dhe nuk është jo gjithmonë do rish të formalizosh vendime, të mbledhësh konferenca, po shpesh hyn në lojë prakticiteti që zoti Doshi e ka me bollëk. Okej, ju pyeta për këtë gjë sepse ne jemi në një fushatë elektorale patjetër. Dhe njerëz që janë të rëndësishëm për ne janë edhe ata që na kanë mbështetur dikur. Pra kur ju keni qenë përfaqësues, deputet, edhe ministër, për shembull, në atë kohë, pra kur fundja fare dhe zoti Gjinushi drejtonte partinë. Ata socialdemokratët e vjetër, si më thon, tradicional. A është kjo partia e tyre? Pra, a do të, si më thon, a gjejnë sot atë që do të donin nga një parti socialdemokrate? Pra shkurt, a duhet, a u apelon, a është mesazhi ynë ai i duhuri për Mendoj që po. Mendoj që po. Padyshim që edhe socialdemokratët e vjetër, mbase edhe ata që nuk janë aq aktiv sa që kanë qenë. Edhe pse mund të kenë shtëruar disi energjitë, sepse domosdoshmë që është edhe un kam hyrë në parlament kur isha 43 vjeç, sot jam 71. Domosdoshmë mund të kem nuk mund të pretendoj që të kem energjitë e asaj periudhe. Ky ndryshim biologjik ka ndodhur tek të gjithë. Pra ata mund të mos kenë, si thua, energjinë për të ndjekur problemet në të njëjtën mënyrë, por gjithsesi ajo që thash që misioni socialdemokrat është prezent në partinë e sotme socialdemokrate, besoj që është thelbi i mbështetjes që ende vazhdon edhe nga ai brezi më parshëm. Patjetër që gjërat evoluojnë dhe nuk mund të themi që çdo gjë ka ecur vetëm pozitivisht. Ka dhe njerëz të individ të cilët mbase pëlqejnë modelin e vjetër, por po të ndjekësh me vëmendje dhe të jesh me këmbë në tokë, e kupton që ajo partia dikushme socialdemokrate në disa arsye që nuk ishte më aq e suksesshme sa dikur. Dhe
nëse bën një analizë të saktë të atyre zhvillimeve, e kupton se çfarë duhet rregulluar, çfarë duhet ndryshuar. Fakti që aktualisht Partia Socialdemokrate ka 3 mandate në legislaturën e fundit, 3 mandate dhe pretendojmë që të kemi minimalisht një grup parlamentar, do thotë që gjërat janë zhvilluar pozitivisht, pra duhet vlerësuar çfarë ndryshoi që kjo parti u ridoli përsëri në skenë si një forcë politike, domethënë me peshë. Pra duket që kemi bërë hapa në drejtimin e dur, apo? Padyshim që po. Okej. Ju shikoni, pra kemi përpara një fushatë elektorale, kemi 11 majin përpara. Sa shanse i jepni Partisë Socialdemokrate? Ku mund të arrijmë? A mund ta realizojmë atë objektivin e grupit parlamentar? Si shikoni? Unë e shikoj plotësisht të mundur si mundësi për të pasur, për të qenë më të suksesshëm dhe që të jemi të sinqertë, përveç kontributit që vetë socialdemokratët, duke filluar nga kryetari dhe të gjithë nivelet e tjera, kanë dhënë në këtë drejtim, është një dorë na ka dhënë edhe Partia Socialiste me gabimet që ka bërë. Çfarë gabimesh për shembull? Te Partia Socialiste janë vërejtur disa fenomene të cilat normalisht nuk i kemi parë në si thua në periudhat më të hershme. Pra një tendencë autoritarizmi. Edhe Arrogancë. apo unë thash autoritarizmi. Autoritarizmi. Padyshim që brenda varet nga këndvështrimi, por domosdoshmë në momente të caktuara autoritarizmi do sjelli arrogancën, do sjelli humbjen e si thua logjikës politike, deformimin e misionit për cilën je në atë, domethënë nuk mund të them ose mbase s'është vendi për të bërë një analizë më të hollësishme kësaj, por ajo që vihet dukshëm re në, domethënë fakti që ka shumë socialist të kënaqur. Është gënjim i madh. Unë personalisht nuk provoj kënaqësi kur e them këtë, sepse në fundit i takojmë të njëjtit spektër, pra jemi të dy parti të majta ose të qendrës majt. Partia Socialdemokrate është partia e qendrës majt. Dhe por çuditërisht është në qendrime është më e majt se vetë Partia Socialiste. Pra ata kanë devijuar në qendrimet në misionin e tyre dhe shpesh duken si një parti që nuk është e gjitha socialiste. Është aq socialiste, çka emri. Dhe për këtë arsye ka lënë hapësira bosh të cilat ne mund t'i zëmë. Pra ne kemi një alternativë që vendoset pikërisht në këtë hapësirën që është lënë bosh pra nga socialistët. Ne kemi një alternativë, një mundësi, por edhe qytetarët edhe votuesit kanë një mundësi që ta gjejnë veten, edhe nëse dikur kanë votuar Partinë Socialiste, sot do të ndiheshin mirë apo edhe më mirë nëse do të votonin Partinë Socialdemokrate. Ktu është ajo thelbi i asaj që thash që na ka dhënë Partia Socialiste, na ka dhënë një dorë në këtë. Është qartë. Okej, unë doja mbyllja në një farë mënyrë me një pyetje. Me një këshill. Çfarë këshille do jepnit juve politikanëve të rinj që angazhohen me Partinë Socialdemokrate? Sepse kemi figura të reja që janë afruar partisë tonë, me sa duket ajo që ju po thoni, një lloj fryme ose një lloj alternative socialdemokrate ka zënë vend dhe po zë vend dhe ka tërhequr figura të reja nga profesione të ndryshme dhe me formime të ndryshme patjetër, por të gjitha të nderuara. Dhe kjo energji e re që po manifestohet
çfarë duhet të ketë parasysh pra një njeri që për herë të parë angazhohet në politikë për ne, pra për socialdemokratët? Çfarë këshille do jepni juve nga pozitat e një njeriu që ka kaluar shumë në politikë edhe në profesion sigurisht? Patjetër, këshilla në këtë rast është një për sa kohë ma kërkoni ta jap. Përgjithsisht jam i parimit që mos jepen këshilla pa i kërkuar. Jo, e kërkuam këtë këshillë. Më falni, unë jam vetë një nga këta njerëz dhe prandaj Dakor. po e kërkoj për veten. Nëse të tjerët Atëherë, nuk duan ta dinë këtë, unë e këshilla e dua. parë është që politika është një mision. Përpasoj politikani duhet të jetë një misionar. Nëse se ndjen veten të gatshëm, më mirë mos u përfshi. Ama po u përfshive, patjetër që do t'i shkosh deri në fund atij. Duhet bësh durim, nuk duhet lodhesh përpara vështirësive, nuk duhet të tërhiqesh, nuk duhet të sosh deziluzion nëse nuk fiton atë që kishe menduar, por duhet gjithmonë të jesh i aftë të kuptosh çfarë s'ke bërë mirë. Dhe kjo është baza mbi të cilën ti do të jesh i suksesshëm në të ardhmen. Nuk besoj se të gjithë që hyjnë në politikë hyjnë për të bërë deputet, ministër e kështu me radhë. Politika është shumë më e gjerë se sa institucionet siç është qeveria apo parlamenti e kështu me radhë. Pra, gjithë secili do jap atë kontribut që mundet të japi. Jo domosdoshmërisht duhet të jenë gjithë në pozicione drejtuese. Ka nevojë edhe është si një ekip që 11 luajnë, patjetër që ka trajner, ka dhe mjek, ka dhe masazhator, ka dhe përgatitës fizik, kështu. Pra është një ekip. Dhe në këtë ekip duhet të jesh veten, duhet të kuptosh se çfarë je në gjendje të bësh më mirë. Pra, dhe duhet përpiqesh të bësh atë që di të bësh më mirë. Por gjithmonë duhet kuptuar që misioni është i gjatë. Nuk matet as me orë, as me ditë, as edhe me vite. Pra, të mendosh mirë kur i hyn kësaj rruge dhe të jesh i gatshëm të pranosh dhe të përballosh sakrifica, të cilat ke qenë jashtë kësaj as i ke menduar. Slogani që kemi ruajtur ne, që mes zgjedhjeve të kaluara misioni vazhdon, duket se vlen edhe për kandidatët, jo vetëm për t'i folur popullit. Është një mision që vazhdon dhe është një slogan i gjetur mirë. Faleminderit. Zoti Bejta, shumë faleminderit për këtë pjesëmarrje tuaj në këtë podcast, ju e çelët. Ne do ta vazhdojmë. Shpresoj me të ftuar po kaq interesant dhe natyrisht herë tjera, pra në episodet e radhës, ne do kemi të ftuar edhe njerëz që merren aktivisht me politikë sot, që nuk përfaqësojnë vetëm të shkuarën e partisë por edhe të tashmen e saj, kandidatët që janë në këtë fushatë elektorale, jo vetëm Tiranë, po edhe në qarqe të tjera të vendit, ku Partia Socialdemokrate ka objektivat e saj dhe po zhvillon një fushatë dinjitoze. Faleminderit.